Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e madhuar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Mirë se po takojmë edhe sonte në këtë takim, në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin tonë Ky është i dërguari im. Kemi kaluar në disa emisione më herët të nderuar shikues me disa rrjedha të rëndësishme nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe kemi përmendur se ka ndodhur një marrëveshje shumë e rëndësishme, kuptimplote, domethënëse dhe shumë e frytshme për Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe gjithë besimtarët. Edhe në aspektin e jashtëm nuk duket si e tillë, por pastaj u dëshmua se ishte shumë e dobishme dhe shumë e frytshme. Në kuadër të kësaj marrëveshje u hap mundësia e komunikimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam edhe me botën jashtë gadishut arabik. Ku tash pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe praktikisht filloi që ta dëshmonte se kjo fe nuk ishte vetëm për arabët. Kjo fe ka ardhur për gjithë njerëzit, për gjithë popujt, për çdo kohë dhe për çdo vend. Andaj fillimisht i dërguari alayhi salatu wasallam në kuadër të përpjekjeve për ta zgjeruar islamin dhe mësimet e islamit jashtë arabëve, filloi që të dërgonte mesazhe dhe letra udhëheqësve të asaj kohe. I dërgoi domo letër mbretit të romakëve në Damask, në Sham, Herakliut, pastaj dërgoi Mukaukisit, sikur se kemi thënë, mbretit të Egjiptit, e me radhë Najašiut edhe mbretit të Persianëve, Kisras, gjithë këta ishin domthonë krerë të shteteve të fuqishme me ndikim të madh në atë kohë. Disa u përgjigjen me edukat, respekt, disa ndryshe, megjithatë kjo ishte një nismë shumë e rëndësishme për ta zgjeruar thirrjen jashtë gadisht arabik. Dhe pastaj pat edhe ngjarje tjera që realisht filluan që të dalin dobi nga kjo marrëveshje dhe filloi të përgatitej tashmë seriozisht dhe më konkretisht rrugtimi drejt çlirimit të Mekës. Një synim i rëndësishëm dhe një hap vendimtar për ta vulosur edhe normal misionin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që do të flasim për këto hapa inshallah edhe në emisionin e ardhshëm. Meqë takimet e kaluara kanë qenë kryesisht domethënë trajtim teme, nuk kemi pasur mundësi që të hapim mundësinë e komunikimit me ju, shikuesruar, kam menduar që sonte emisioni të jetë pyetje dhe përgjigje dhe inkuadrime nga ana juaj që nga fillimi i emisionit. Andaj që tashmë është shfaq edhe numri i telefonit për emisionin që mund të inkuadrohemi, të inkuadrohen në emision, andaj ne mirëpresim që nga tani pyetjet dhe inkuadrimet e juaja për këtë emision. Derisa të më bëhet me dije nga regjia se ka telefonat, unë dua të shëndetërasin që të nëzërit sa pyetje që kanë ardhur përmes mesazheve në regjinë tonë. Thotë, pse ndodh që ka ditë kur e ndjejmë zemrën larg fesë dhe na humb vullneti edhe për namaz? Çështja e zemrës është çështje e çuditshme. Zemra kërkon një mirëmbajtje të veçantë dhe specifike. Njerëzit duhet me ditë rolin e zemrës që e ka në jetën e njeriut. Njerëzit e dinë rolin e zemrës në kuptimin organik se është organi më i rëndësishëm dhe pa te nuk ka jetë. Po një zemër me një kuptim tjetër më të thellë, më të zgjeruar, që është pjesa e brendshme e njeriut, ku realisht qëndrojnë bindjet e tij, nga ku burrin vendimarrjet e tij dhe kuptimet e tij e kështu me radhë, kjo është padyshim një aspekt që shumë nga njerëzit nuk e kanë shumë të njohur dhe shumë të qartë. Prandaj të nderuar shikues, unë shfryzorasin që përmes përgjigjes në këtë pyetje edhe të inkurajoj të gjithë juve, edhe veten, padyshim, që të miremi sa më tepër me zemrën tonë, në kuptimin e dytë që e përmenda. Të njohim se çfarë rolesh ka zemra, çfarë adhurimesh ka zemra, çfarë veprash ka zemra, dhe çfarë roli ka zemra. Dhe gjithashtu edhe smundje zemrës. Dhe këto smundje janë ato që e pengojnë shijimin, adhurimet, disponimin e kështu me radhë. Prandaj ka mundësi që mund të jetë një faktor në problemin që e ka përmend shikuesi që e ka dërguar pyetjen, mund të jenë disa faktorë.
Mund të jetë nganjëherë shkak i kësaj një lloj plagësie që e prek zemrën, e duhet me trajtu. Një lloj gafleti, hutije dhe mungese e koncentrimit dhe vëmendjes. Edhe kjo sill probleme të këtilla që nivelin që nuk ke shumë me disponim në aspektin fetar e kështu me radhë. Prandaj ka një varg faktorë që munden me pru zemrën në këtë gjendje dhe ne duhet që të mirë me këtë çështje, nga se duhet me përcjell gjendjen e zemrës. Zemra duhet të jetë e qetë në raport me Allahun e mëdhenuar. Zemra duhet të jetë e kthyer ka Allahu te bareku teala. Prandaj Allahu xhallahu ala shikon në zemrat e njerëzve. Dhe kur shikon Allahu në zemrën e njerëzve, çka gjen aty? Në zemrën tonë kur Allah shikon. A është Allah i kënaqur me atë që është në zemrat tona? Disa njerëz thonë kam zemrën e pastër, nuk ka çështje deklarimi. Nuk është kjo çështje lavdrimi i vetvetes, ka standarde, ka kritera. Ka kritera. Pra sigurisht për çdo gjë, që kur thua kjo është kështu, nuk varet nga ajo që thua ti unë. Varet nga rregullat që e përcaktojnë gjykimin e caktuar. Pra është e pastër, është në rregull, është funksionale kështu me radhë. A ne mund të themi për një kamerë shumë në rregull, ama nuk i ngjizon. Pse është në rregull? Po shiko për rrin komosht, nuk ka rëndësi kjo. Funksioni i kamerës është domosdoshmë që të bën kapjen e ingjizimit edhe përcjelljen e ingjizimit e kështu me radhë. Ndaj të bën ingjizimin e video saktuar, po çka do qoftë nga ato që e shuzojnë për te kamerën. Nëse këto funksione si ka, ti këtu është kamerë mirë, në rregull, është e bukur, është e pastër, e lartë, po mos më duhet për këtë. Ai zemra të ndërruar shikues, nuk është e pastër pse na mendojmë se është e pastër. Nuk ka veç e pastër pse ti mendon që vallon se duhet të keqen kërkuina. Po e pamjaftueshme është kjo. Ka shumë standarde tjera që duhet të plotësohen e që në fund të mund të konsiderojmë se a kemi zemër të pastër apo jo. Pastërtia e zemrës është proces i vazhdueshëm, që duhet gjithmonë ta pastrojmë zemrën. Mund ta kesh të pastër sot, po nesër ndytët. Sigurisht tesha njëjtë. E ke vesh të pastër, po si e keni kujdesshëm, e ke ndyt teshën. Prandaj duhet non stop minet gati. Si shtëpis. E pa që rrin shtëpis gati ku paskoj me fshime, pastru, me la, kështu me radhë. Pse? Pa kemi la, po që kur i kemi la? Sa njëri ka arë, kemi kalu, kemi shkel, domon duhet me la prapë. Edhe zemra. Mund është në shumë në moment caktuar me ke pas, ndoshta po them kushtimisht ç'është duhet, kushtimisht. Po nesër s'ka qenë që ashtu. Dhe duhet nëse më mirë bëj zemrën. Pastaj ato që përmenda, standardi kryesor, a është zemra e pastër, është besimi në Allahun azza wa jall. Por besimi se Allah është Zot që ekziston, jo kështu. Po besimi se Allah është Zoti jon, krijuesi jon, i vetmi që meriton të adhurohet. Zemra për të qenë e shëndosh, zemra për të qenë funksionale, duhet të jetë në shërbim të adhurimit të Allahut të mënduar. Prandaj, këto çështje që duhet pas parasysh. Për të përcaktuar a është zemra e shëndosh apo nuk është zemra e shëndosh. Prandaj të nderuar shikues, kujdesi për zemrën është primar, është i rëndësishëm dhe i domosdoshëm, nga se zemra është shumë e ndihshme, let mund të lëndohet, let mund të prekë nga smundje të caktuar, nga veset e këqija, nga ligësit e ndryshme. A dini sa let zemra prek nga dyftërsia? Shumë let. E prek virusi i dyftërsisë. Dhe nuk është funksionale pastaj, nga se Allahu e kërkon në zemrën sinqert. E çka i bën me kon zemra e prekur nga virusi i dyftërsisë? Ka mësime për këtë. Duhet më interesu të ndryshojë, duhet më interesu. Ka libra që flasin për adhurimet e zemrës. Pastaj ka trajtime që flasin për smundjet e zemrës. Nuk po them më bëu tash na ekspert të ligjërues, jo kështu. Po sa na vjen neve. Sa duhet neve me rujt zemrën tonë. Ka sallallahu çka tha në Kur'an. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. A det nuk i bën dobi njeriu pasuria që ka mbledh, fëmijë që ka pas, pasardhës të tij, pasues të tij, s'krim punë këta. Përveç se ati që vije te Allah me zemër të shëndosh. Domethënë ai që vije me zemër të pastër tek Allahu i kryen punë, edhe pasuria, edhe fëmijët, edhe pasuesit, edhe këtë që ka bënë në dunja i kryen punë për shkak se gjitha këto që i ka pas nuk kanë ndikuar i adopsu zemrën në raport me besimin në Allahun xhallahu ala dhe në raport me adhurimin e Allahut te bareke ve taala. Prandaj të ndërrum shikues, kujdesi për zemrën është i domosdoshëm, është prioritar
dhe nuk duhet asnjëherë me e neglizhuar dhe me anash. Thotë Hoxh, jam një djalë i ri. Si me urujt për sprove të kohës kur çdo gjë na del përpara në telefon. Është e vërtet se njerëzit kalojnë për kriza ndryshme sot. Po njeriu kur s'ka qenë më i shkapërderdhur. Kur si ka pas gjërat më të mbledhura. Unë ka pa në telefon i ki me 10 operacion mbledhura që përpara i kanë qenë të shkapërderdhura. Aty janë mbledh me një pajisje, po mendjen e shkapërderdhur. Lloj aplikacioni, lloj platforme, lloj ideje, lloj mendime kështu me radhë. Pastaj të ndryshim shikues, informata ka sa shumë, po kuptim ka pak. Informata ka shumë, ama kuptim ka pak. Njeri në bazë informatave që i ka, që i lexon, nuk mund në fundit me 10 informata më u shërbye në fund me e kriju një botkuptim ti vëlla. Ti ç'e kupton këtë? Nuk mundet. Fatkeqësisht. Dhe ka probleme. Dhe duhet me ditë si me i trajtu këto probleme. Këto probleme që veç të kohës tonë, çdo kuj ka pas problemet e veta. Ne duhet me trajtu problemet tona. E po si me i trajtu do ta bëjmë mas inkuadrimet e kësaj telefonate. Por tani na shtojnë në rregull. Andaj, këto kriza që realisht janë pjesë e kohës që ne po jetojmë, i ka sjell, modernizmi, i ka sjell materializmi, i ka sjell ky zhvillim teknologjik, na duhet me di si me trajtu. Duhet një ndërtim i fuqishëm, duhet një vetdije e ndërtuar si duhet, na duhet një imunizim që na mundson mu përzi njëtë, se nuk mund të izolohemi, por të jemi imun nga prekja, nga smunjet e kohës tonë. Për këtë duhet shumë e folë të nërshëgurës, për këtë duhet shumë e spjegu. Mirë po i radhiti disa për tyne. E para të nërvëzër, ajo që në bën imun, ka shi sprovave, në telefonin po asaj qelë, ki mundësi më fut në loj, atje, subhanallah, botet në dytë, pest, pa moralshme, të pandershme, e kështë më radhë, si me rezistu. Mas pari, duhet me pas parasysh. Pse nuk bën që të mi këqyrë? Pse nuk bën këtë me bërë? Pse nuk bën? Nëse të njëri ka një thirrje brendshme, për në ka regull bëj ka pas ban, pikërisht duhet më ka për këtë thirrje. Për i ka bërën këtë thirrje. Cëra është këtë thirrje? Mund tjetë e dobët, e pa fuqishme që me na bë rezistent ndaj sprovave. Po me gjithat në jenim këtë thirrje nga brendia, nuk ka regull, nuk bën kështu, nuk është normale kjo. E këtë thirrje për ku bërën? Duhet këtu me fillu të retimin e temës. Do të vazhdojmë mas telefonatës por tani. Nuk e di, të shtoj edhe kjo radhës. Regu. Andaj duhet me fillu nga këtë thirrje. Kjo thirrje buran nga 2 nivele. Niveli parë, natyrshmëria njerëzore. Allahu Gjelle Wala e ka krijuar njeriun dhe mbranda ti ka gdhendur një natyrshmëri të caktuar që njeriu në bazë të asaj i kupton gjërat dhe i pranon gjërat. Për shembull të ndruar shikues, me dasht prindin. Çka është? Për shembull me vetë dikon, çka është nëse një njeri e din një formulë caktuar kimike, apo një definim, apo rregull, apo litë caktuar fizik, çka i thua ti? Njës, i din, e ka lexuar, e ka mësu. Për ku buran njohuria ti? Nga leximi, nga shkolla. Mirë, ku një njeri për shembull e dën babën e vet, një fëmijë e dën nonën, një vjet po e dën nonën, nuk dohet nga nona. Këto ku e ka marrë? E ka mësuar në shkollë? Ku e ka marrë? Natyrshëm, Allahu Gjelle Wala e ka krijuar të ti, natyrshëm e dorëpindin. Çdo shpjegim tjetër që tentojnë me bë me materializëm, me lidh me çështje të caktuara të rrethanave, janë të kota, nuk qëndrojnë. Për shkak se njëri natyrshëm brenda e ka këtë,
të gravuar, të gdhendur në brendit ti me dashtë prindin, e ka të gravuar brenda. Prandaj janë disa çështje të brendshme, të keqe njëri natyrisht nuk e don. Derisa, ndoshta Zoti na rujt, bashkëtojmë me to i normalizohet, po në esencë, përsa ka një natyrisht të pastër brenda, aktive, funksionale, e rrëvozon të keqen. Për shembull, a duhet me shpjegu fëmijët që kushtimisht 3 vjet edhe ka gënjy? A ka problem me kuptu fëmiju dallim mes fjalës së drejtë edhe gënjesës? A ka një? E ka barabart. Tash na duhet me shpjegu se janë barabart. Jo se ka barabart. Si i thua, pse po gënjen? A di që ka po keq? Kur i thush, pse po fol vërtetën? Ai si reagon? Po se duhet me thonë vërtetën. Nuk ka turp, nuk ka ikje nga e vërteta, po nga gënjeshtra po. Dhe janë një varg rregullat brendshme të gdhendura në brendin e njeriut që njeriu natyrshëm i pranon gjërat. E caktuar. E mbi këtë natyrshmëri qëndron besimi në Zotin xhallahu ala. Diçka tash që ka të bëjë me diçka më të vetëdijshme. Natyrshmëria nuk përbën vetdijen. Natyrshmëria përbën prirjet e njeriut për të kuptuar gjërat në formë caktuar. E që ka më ngrit në vetdije të plot tash, e dim se po e bën vetdijshëm, e këtu tash duhet njohuri. Për këtë besimi në Allah te barekuta. Ne na duhet me u vetdisu. Me rujt natyrshmërinë edhe me u vetdisu në raport me rolin tonë këtë jetë, me qëllimin e jetë. S'pare me port me Zotin të barekuta. Kjo është ndaluar. Allahu e ka ndaluar. Tash mund të jemi në udhkryq duke u testuar dashnia jonë për Zotin e dashnia jonë për atë që Allah e ka ndaluar. Kujt kemi dhënë përparësi? Shpesh në edime që s'ban, Allah e di qashët, po nuk mëj, dëmon nuk ka forcë. E këtë forcë të brendshme në duhet më ushqy. Forcën e besimit, forcën e dashurisë ndaj Allahut te barekuhu te ala, forcën e bindjes në premtimin e Allahut se kush e lën një punë të keqe, Allah ja zëvendëson me më të mirë, e shpërblen. Sa më të fuqishme janë këto thirrje të brendshme, këto forca të brendshme, aq më stabil jemi karshis provave dhe provokimeve të jashtme. A kuptuat? Kjo do të shpjegim shumë më gjatë ndryshe, po në esencë që kjo është. Ne kemi forca të brendshme, sikurse për shembull të ndërmuar shikues. Sa ka baktere që sulmojnë sistemin imunitar? Shumë. I godet sistemi imunitar është i fortë. E pastaj na godet një bakteri pse nuk ka pas mundësi sistemi imunitar ndoshta me identifiku çka është, ndoshta e ka parë si trup njerëz miqësor, tek pastaj e kupton se është miqësore, këto çështjet e sistemit imunitar si funksionojnë. Por megjithatë, nëse një deporton një bakteri tek njëri, çka ndodh? Sistemi imunitar ka dështu. Prandaj çka thot mjeku? Duhesh me forcoj imunitetin. Po shpesh pas munam duhet imunitetin me forcu. Do të përmeruj shëndetin. Edhe përmeruj besimin, e moralin, e nderin, e mendjen, duhet me forcu imunitetin. Edhe këtu ka imunitet. Forca të brendshme që garantojnë një imunitet rezistent, karshi punëve të liga të jashtme. Edhe duhet këtë me forcu. E për këtë ka shpjegime, ka padyshim udhëzime të tjera, po unë po them fillimisht kjo është e rëndësishme. E dyta është e rëndësishme, shoqënia e mirë në shkollë. Shoqënia e mirë me kam po rrin, me kë po shoqërohesh, kush është miku i shokut, nga se ti mundesh me forcu sistemin imunitar, o pastaj me dobësu më njëherë duke ndajt në ambiente që janë, domethënë, që janë të infektuara, që janë me prezencë, domethënë të madhe të mundësisë së infektimit. Prandaj imunizohu, pastaj fuqizoj imunizimin dhe ruaj këtë imunitet e mos e ngacmo duke u gjitë në vende ku realisht janë të kontaminuara, janë plot bakteri, janë plot virusa. Keni pa për shembull kur ishte pandemia, çfarë ishte rregulli? Distanca. Ose njëri smut, merre futen në karantinë, s'ka me dal 2 javë. Pse e kam bërë këtë? Për shkak se nuk mund të garantohet shëndeti i njerëzve për zgjidhje të smutit, nuk mundet. Prandaj kujdes për shoqërinë, kujdes me kë po rrin. Ai që me ata po rrin apo ajo që me ata po rrin,
A forcojnë sistemin imunitar të besimit, a forcojnë sistemin imunitar të moralit, të nderit, apo e dobësojnë? Shumë është më rëndësi përgjigjen këtë pyetje. Nëse përgjigjen këtë pyetje është edhe treguese a kime i rezistu, domethënë këtyre sprovave apo kime dështu në ballafaqim me to. Dhe çështja e tretë që është e rëndësishme të ndërrosh shikues është që na ndihmon në këtë aspekt, është që edhe të shohim pak më si moral atë që po na provokon. Çdo kofta, jo vetëm me sy e psharak, vetëm me çastjet në kënaqësitë përkohshme. Jo për te kësaj. Hajtë heqim perdën, çka ka këtu? Çka ka? Në kënaqësi përkohshme, e turshme, e ligë, që pasoj çka vjen? Pasoj mërzi, dëshpërim, pasojë nga njëherë të pariparueshme, zhgënjim, etje që kërkon prapë me ngop, e kështu me radhë. E çka në fund kemo kurrë. Vajtë të më shikues, një të më mendje ti, e ka pëllo mendjen, që ta lexon mirë gjendjen, që ta lexon mirë hapin e arshëm ku ka me vendos, ta shë shëmtimin e veprave për te reklamave zbukuruse. Nëse dikur për shembull e reklamon, të ndërmë shikues, helmin, si pije freskuese, të ambalazhuar bukur, një nuk duhet më shumë nga ambalazhat, nga reklamat. Çka ka mrena? Ka helm vallat. Kur e pin, shkakton komplikime serioze me frymarrjen. Pepi se reklamën e paskat mirë, e paskat duken e mirë. A bën njëri më shumë këtë? Çka më duhet mu reklama? Çka më duhet mu ambalazhimi i bukur? Çka më duhet mu era e mirë? Nëse konsumimi i pijeve të caktuara ma komplikon situatën me frymarrjen. Njëri refuzon. Ne do të mendu për te, jo vetëm në shkëlqimin e jashtëm, jo vetëm në pamjen e jashtme. Çka ka për te kësaj? Ne nga njerëzit edhe të riqen ka nga një pamje e bukur, për shembull, mund të jetë edhe trup njeriu. Çka ka për te kësaj? Çfarë vlere përfaqëson ai trup? Çfarë edukate përfaqëson? Jo vetëm çfarë pamje përfaqëson. Ja duhet mu kthy në origjinë, në bazë. Ajo çka është e çmuar, ajo çka është e rëndësishme, jo ajo çka shkëlqen. Nëse ka mundësi të ketë ndonjë material caktuar që është aq i shkëlqyeshëm sa që ti merr syt më shumë se kush çfarë ari. Ai këso shkurgjë, është shkëlqim falso. Prandaj, të ndërmë shikues, është shumë e rëndësishme ta shikojmë në gjatë realisht që shën. Ta shohim shëmtimin për që është i fshehur për te zbukurimit edhe amballazhimit edhe joshjes. Kjo është shumë e rëndësishme. Çështja e katërt është më e rëndësishme. Me lutë Allahun azhjel. Lutë Allahun se që Allah më mbroj, Allah në ruaj. Ne lutemi shpesh për disa kërkesa të paplotësuara, lutemi gënë për shkak për çështje që mendojmë që na duan ose rreziqe më largu, po që kryesisht janë shëndetësore. Këto janë më me rëndësi. Lutë edhe për shëndete, për pasuri normal, se duhet më lut. Mirë, po lutë më shumë për moralin tënd, për besimin tënd, për të qenë stabil në rrugën e Zotit. Nëse nga lutjet më të shpeshta që pejgamberi alayhis salam i përdorte ishte lutjet që ka të bëjnë me qëndrueshmërinë dhe stabilitetin në rrugën e Allahut te barekutaala. Prandaj të ndryshë shikues, pejgamberi nuk ishte i rrezikuar si absolutisht as për sa afër si na. Kishte garanca të Allahut te barekutaala për qenë stabil në rrugën e Zotit, larg asaj me deviju. Megjithatë kërkonte nga Allahu stabilitet, kërkonte nga Allahu qëndrueshmëri dhe vazhdimsi punë të mira. E ne si duhet të lutemi. E ne sa duhet të kërkojmë, padyshim se shumë atë përsa që ka dërguar dhe ka kërkuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po urdhëne. Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një dy pyetje hoç nëse ban. Po urdhëna, po dëgjoj. Pora pyetje jam e mbulume, do të thonë që të Ramazan ka do zot e kum në mbulesën. Edhe kum desh në bledhen, as i ka puqje, po thonë që zban është gjynase i përngjall në asoj gungës devës. A ko të keqe diçka për shembull me vënon çaton? Çfarë ka puqje është ai spedi valla? Atë që është me në mbulesa për masi ma e fryme. Po nëse kuptom, inshallah ta japim, po tjetër pyetje. Edhe pyetja e dytë është njerëzit që e shohin për shembull mbulesën si në çmem, se di
që dukut sikur jo obligim, po të gjysi në nëqme me shuin. Si me reagu për shembull ta njerëz ku thujnë pse ke vënu, pse s'po di ç'sh me spjegu shkurt. Po, e qartë, e kuptum. Selam aleikum. Aleikum salam. Andaj këtu ishin disa udhëzime të përgjithshme në këtë pyetje kaq të rëndësishme se si më rrujt nga sprovat e kohës kur çdo gjë na del përpara në telefon. Fuqizoje dashnin për Zotin, kujdesu për besimin në Allahun te barekuhu teala, që gjitha këto shërbesin lloj imuniteti. Pastaj ruaju nga shoqëria, me kë po rrin, me kë po rreshrosh. Shikoj gjërat për të shkëlqimit, për të lavdatave. Shikoj që në realitet sot shëmtuara mund të jenë nga njëra, e që ti joshësh edhe i për pas tyre, nëse janë të shëmtuara. Shikoni për shembull të ndërruar shikues, sa është e dëmshme pirja e duhanit. E keni pa foto që i vendosin në pirje e duhanit. Ashtu mund të jetë. Dikush thot, këto janë të rralla, sa njëri pin zbohet. Nuk ka që pin duhanit që nuk dëmtohet. Nuk ekziston njëri në fytyrë tokës që pin duhanit nuk dëmtohet nga duhani. Çka mundsi? Mirë, po dëmtimi dikush është i shprehur në këtë formë, në atë formë kështu më radh. Por ajo që e përfason realisht çka duhani, që ato pamjen në kutitë e cigareve. Çfarë është realiteti? Dhe shfaqet qatë forma, të tërë formë, nuk ka më rëndësi të këmundet. E rëndësishme se duhani lën pasoja, dëmton, edhe në shtigje afat shkurte, po edhe afat gjata. Droga, sa mund tjetë e këndshme, e përjetimi fitestar që e përshujnë ata që e kam pi, pastaj që ka ndodhë, e keni pa qëfar shëmtimi ju ndodhë, qëfar probleme njët, komplikime. Dhe e që shikon për te pamjes, për te perës, i shek të gjëra. E njëri me që nuk jenë këto, dhe lutë Allahut për qenë fort në rrugën Allah Gjellewala. Se përket asaj kapilet që e ke përmen, po ka disa lloje tash, unë nuk më di këtë ato në treg çfarë janë. I bën që është një normale që e lidh me më të stabil shamin për mite, edhe nuk do të thonë bëhet gungë e madhe për mas, nuk prish punë. E ndaluar është që të bëhet çdo gungë e madhe, e ka ndërruar pejgamberi son, që duhet koka të jetë në formën e saj, po jo jashtë formës së asaj që është normale. Çështja e mbulesës, njerëzit kanë mbulesë në disa kategori, janë një. Edhe nuk mundem na me një format për shembull me i trajtuar të gjithë. Dikush për më nuk e dim pse mbulesa, do të më shpjegoj mirë. E kanë obliguar Zoti në Kur'an, një grua me dal në qytet, me dal në punë, me dal para njerëzve të caktuar, duhet të mbuluar për shkak se Allahu e ka obliguar. Për shkak se, do të thonë, gruaja kështu ruhet dinjiteti i saj, kështu mbrohet morali i saj. Kështu gruaja mbrohet nga shqetësimet, nga provokimet e kështu me radhë. Kështu gruaja tregon seriozitetin e saj, pjekurinë e saj, tregon identitetin e saj, tregon përkushtimin ndaj Allahut mënduar, e shumë tjera që tregon për mbulesës. Dhe këtë më ka dhënë të mirë, me të butë, ose që njëri normale pranon. Nuk ka diçka e re që ka tek ne. Mbulesa është e hershme në vendet tona, aq sa është e hershme dhe besimi i drejtë në Allahun e mënduar. Ndaj nuk ka diçka të paqartë, pa kuptim. Dikush mund të jetë tendencioz, për shembull, me ta duhet sa më pak me hyrë në diskutim, që mos me liu situata me dalë jashtë kontrollit, edhe me kalu komplet pasaj në tallje, në humor, ku serioziteti. Temat serioze nuk mund të trajtohen në ambient edhe në klimë, domthonë tallje dhe injorimi, nuk ka mundësi. Do të më garantuar një ambient përshtatshëm serioz, ku diskutohet, debatohet me argumente, e atëherë po mund të kuptojmë se është mbulesa e obliguar për femrën. Mirë po, pse është mbulesa obligim për femrën. Mirë po, nëse dikush tallet, dikush, për shembull dikush s'ka interesim, veç ashtu pyet për kurreshtje, ne vazhdon nga njerëzit duhet me gjetë edhe përgjigjen. Mi po në esencë, duhet me tregu, unë jam muslimane, besimtare, të na është e njohur që një grup muslimane gjithë nuk kanë shut. Gratë tona, nënat tona, motrat tona, gjyshet tona kanë qenë të mbuluara. Edhe unë jam një nga ato që vazhdoj tutje këtë rrugtim, me e kënaqë Zotin tam, më ulur nga hidhnimi i Allahut mënduar, nga se çdo shkelje e unit të Allahut është edhe rrezikim që me të kaplu hidhnimi i Allahut te barekuhu teala dhe dënimi i tij gjykimit, andaj po duhet me koni besimtarët e devotshëm e përkushtuar te Allahu mënduar, duke kryer obligimin që Allah më ka obliguar, dhe kjo mbulesë po bën muni mirë,
këndshëm, tamam original kush jam unë, nuk po më pengon për jetë, për kur gjëq, përkundër se ma ka rregulluar jetën, andaj vazhdoj me qenë mbuluar. Dhe kaq vazhdon mohabetin, domethënë në mënyrë normale dhe të qetë. Thotë Hoxh, sot shumë punë e fitimi janë bërë të përzira, si me ditë apo fitojmë bukën halal apo jo. Wallahi kjo pyetje më e rëndësishme. Wallahi shumë e rëndësishme sot me ditë se apo fitojmë halal apo jo, Zot na ruaj, nga se janë përzi çështjet edhe njerëzit janë bërë sikurse thot populli kabullxhi. Bojnë kabullxhi që kanë mush xhepin dinar, më jo dinar të kohës së Jugosllavisë, po dinar, domethënë kuptim të asaj që ka qenë të kaluar një orë dinari i arit, me mush veç me arë, veç me pasuri, pa shikuar për arën e pasurisë, Allah na ruaj. Po në tja për këtë përgjigje inshallah mas kësaj telefonate. Po urdhani? Alo? Po ju dëgjojmë, urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam në notë që më fali për namaz. Po? E kam jokën kë nuk ka kërështë që më falë dhe qysh, po di që në bëni zhidhje, në shti me falë namaz. Po? Në të vetë ty, tanë të gjë, dhe ja kujtë e në të zëmë për kujtë të të rejtë, për me zonë të të gjëmoj të më shti të folë me zërë, dhe qysh i thëmë e vjenë rafë. Po e kuptu. Faleminderit. Çështja e të fitimi halal, e përmend që është pyetje shumë e rëndësishme, shumë domethënëse, dhe njëtën kohë edhe problematike për kohën tonë. Mundësitë e shumta që sot i ofrojnë njeriu për me fitu, e kanë bërë dhe lakmia e madhe për të fitu, këtë mos ta harroj. Dhe lakmia e madhe për të fitu e kanë humbur orientimin e njeriu komplet dhe dallimin e tij mes asaj që bën dhe asaj që nuk bën. Dhe njerëzit janë bërë jo gjithë larg asaj, po poshtohen numrat fatkeqësisht të kësaj kategorie, ku njerëzit janë bërë kabullxhi. Kabull e bën e pranon veç me fitu, sa balanci, me mashtrim, me korrupsion, me haram, me punë ndalume, të pista, të pandershme, e kështu me radhë, sa balanci, me rëndësi është që të fitoj. Kjo është vëllai shqetësuese. Ai që e mush barkun haram, është jeta e tij merr tjetër ngjyrë, tjetër, me thonë, nuans, merr tjetër kuptim nga ati që ka pastër. Pamja ndryshon nga njët, e shëjit ndryshe, ai që me ushqim halal ushqehet edhe jeton edhe ai që e bën këtë me haram. Allah na ruaj. Një nga penguesit kryesor në përgjigjen e duas është harami. Dhe njerëzit thonë Allah ju më lut, po sti Zoti, po çfarë lloj çapo han, çish profiton? Prandaj është shqetësuese. E ku me ditë? Ka shumë domethënë mundësi me fitu haram. Suni numërej gjithon. Mirpone ju këshilloj që për çdo vendim që e merrni në kuptim të investimit, punësimit, e kështu me radhë që mund të dyshim, pyetni qellarët. Pyetni hoqën, po do më investojnë këtë aspekt. Unë kështu fitoj, unë kështu domethënë bëj tregti, unë këtu jam i punësuar ose e punësuar e kështu me radhë. Pyetni dhe për çdo rast pastaj mund të ketë përgjigje caktuar dhe më konkrete. Mirë, kemi telefonat të inkuadrim, urdhani? Selam aleikum. Aleikum selam. Hoqë desha një pytje këshillimit prindve të ri, çfarë këshille na jep për edukimin e mirë të fëmijëve. Po, e qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. Pyetja që erdhi nga telefonuesja më hershme, lidhe me namazin, e kuptova që burri i saj, se shoku sa kuptova tha nuk falet, po i flet, po i thot, po megjithatë nuk po përgjigjet si duhet. Mënej që mirë, kemi telefonat në kuadrojnë, po urdhani? Po urdhani? Shkaj se duket. Andaj namazi, kemi fuj për ta shpesh herë në këtë studio. Edhe në vene tjera, po në këtë studio në mënyrë të veçantë.
njeriu duhet më unis nga disa rregulla në jetë. Nuk bën njeri me jetu jetën në shpërputhje me rregullat. Ja beson, në këtë ja nuk beson. Se nuk beson, do të me të bind me besu. Nëse beson, do të me të bind me punu me këtë besim. Njëherë për shkakun që i thot vetë musliman, ose një grua i thot vetës muslimane. Por ja që nuk falet. Mirë, se ka ditë të rëndësin, s'ka lexu, mund t'jenë këto gjithat mundshme, po në momentin kur i thot dikush, nuk ka obligim më të madh mas besimit në Allahun se namazi. Ja përmend pasojat e lënies së namazit. Çfarë po humb me mos falet namazit? Çfarë rreziku për dënim e pret ditën e gjykimit për shkak të mos falet namazit? Në këtë beson, prap thot, valla nuk e di, nuk po më di qysh. Pse vë? Ndaj, më që duhet njëri mas pare, do më thonë me i qartësu do punë me vetë në vetë. Edhe me kuptu se kjo është obligim, do më ndodhë me kryu, s'ka kaq. Sikur se ke qartësu një punë, kër e him punë. Para se me him punë, do më ke nejt, ke shku, ke flejt, tash, ka dalë, se ku më që më shtatë më njës, do më ra për më heret. A shka që është i regulan këtë qërtet njët, një obligimi të caktum. Edhe i përshtatësh, edhe stush, për shumë, sot dhe s'po mëj me shku, jo, ki me shku, se ki obligim, po mërë gjumi, vëlla, unë ka pas me do me pi një kafe, a është e arsysh me kështu me vazhdu me punu, jo s'mun është të qesim me punu me njerë, e Allah të ka obligu me falë namazin, pse s'pe falësh? Sinqerisht, pse s'pe falë njerës? I thë veti musliman, e përmend Allah në livrit për venit apëton, gjinan Ramazan, 30 ditë s'han buk, e spin, e pse s'falesh Allah? Sinqerisht. Të ka probleme njeri me vetë në tia, përmenej. Nuk është që është e me obligim, në obligim e shumë okej. 5 ditë e mu falë shumë regull, as nuk ka ngarkes, këtë të mundshme. Çdo arsye që mund të përmend një njeri që s'falet, është e rënume. Nuk që të rënë. Sinqerisht, se kjo punë e studiume, shumë të full hamendësi. Në çdo arsye të mundshme një jetë, që dikush mund të me përmend, se që kjo është shkak pëse nuk po falna, me njerë ekzistojnë anti-argumentet e ti, që i ardhëzojnë argumentet edhe i bojnë të paqëndrueshme. S'ka arsye mos me falë. Nëse kategoritë që nuk falen, janë të njëra. Disa janë të përkashme, disa janë të përhershme. Përkashme si kurse gruaja me cikël menstrual nuk falet. Gruaja lehone nuk falet. Njeriu i çmendur nuk falet. Por nuk ka ndonjë nga këto pengesa, pse s'falesh Allah? Sinqerisht, jetë me pyet vetën e ti, me fol pak me vetën e ti. Na kemi kanë për një farë monologët brendshëm, për me i rregullu çështjet e brendshme. Mund të jetë hallakat, mund të jetë kaos brenda, ka dal. Unë kam besuar Zotin, po. E Zoti jam që më furnizon, që unë e du, po më thirr as po i përgjigjna, e çuçi bën kapu. Andaj ka në për dialog brendshëm. Pastaj mi ka zu pak edhe obligime që i ka, pastaj për lirë namaz me fol, pastaj një shoqëni më të mirë me pas që shkon me ta në xhami, me bëu dua që Allah më udhëzu, këtën çështje që mirë mi pa parasysh në trajtimin e çështjes së mosfaljes së namazit. Allahu na përmirësoj gjendjen. Mirë, kemi telefon të inkuadrojmë ordani? Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Desa një filë të teje për namazin me xhamat, veçanërisht sabot, vlerën e namaz sabot me xhamat, edhe vlerën e prezantimit në përmesdisë të dijes, Allah shumë lehtë. Amin, shumë mirë. Mirë. Pyetja ishte për edukimin e fëmijëve. Kemi folur për këtë çështje shumë herë. Nuk dia kemi telefonat po urdhani. Selamu alaikum. Aleikum salam tullah. Fani hëzgjë fa më të boni pisë nëse banë. Po urnalla, po dëgjojmë. Jam një vëlla besimtar, e praktikoj namazin e Ramazanit në fejtë që çdo të më thonë. Po. E kam një shqetësim, po ne në për firma, ndërtimtaria, e na bjena për shtëpia, ka mos me punon, e na shërben shembull me kafe, na bëjë në kafe, në sëp.
e shembull, dy firma të ri kom rrov shembull, një shef, edhe në qellë shembull pika një herë, alkool edhe birr shembull i vinë, bëdë. E shembull, jam çat avalinë në përshtatën e sham. Mo çupi avalinë po them pse po shuhesh, se kjo s'ka të keqe se ti se pe s'ke gjë të keqe, unë më po vjen keq bëj namaz, shpene në avalinë. Shumë bëni vjetën keq, është më i mirë që studia vet. Po, po të kuptoj, do ta dhoni përgjigje. Për më shembull, në çdo familje, për më shembull bakin, po ndurt mos me pikur kush na baki çdo një familje se pe shembull. Unë po do më çupi pita avalinë shumë të qish keq, edhe s'u ta shpjegoj. Qartë, tash po kuptoj shumë drejt, po. Zoti s'problem. Allah shpërblet të ti, Allah shpërblet, selam aleikum. Aleikum salam. Mirë. Ka disa pyetje, nëse ka telefonat dhe tjetë kjo fundit për sonte, nga se ka pyetje që se na përgjigj, jemi në fund kohës. Por tani? Selam aleikum. Aleikum salam, Artullah. Dhe ishte një pyetje për zeqatin, për grurin për zeqat. Po? Nëse i kam gjetë 10.000 kg për shembull, e di që i dhejt për që një bjen 1.000 kg do të mi do për zeqat. Po? Edhe tash e dërgojmë në mulli grurin, edhe për 1.000 kg grën, më bin 500 kg mill, 300 kg krunde, edhe 200 ajnolu jam. Po? Tash për 300 kg krunde, do të mi morë më bin 100 kg mill, dhe më thonë për 1.000 kg grën, më bin 600 kg mill. Po? Më takon që kja krejt mu dhe qatit, apo do të më shtu diçka tjetër, dhe më thonë 1.000 kg që më bin vetë 600 kg mill. A në regull nëse e bëj qështë dhe? Nëse e jap qështë? Po, inshallah në regull. Po se mu dhini e nëllë, u jemin... E di që e nëllë, po. Po. Selam aleikum. Aleikum salam, aleikum salam. Për edukim në fëmijëve, kam folë shpesh herë, kjo nuk mund të jetë një përgjigje në pyetje, qase kjo është temë e madhe, është një spektër i gjerë, probleme është çështje që ndërlidhen me këtë punë, ka gjatë komplikuar në kohën tonë. Prandaj unë ju këshilloj që të dëgjoni gjërata që janë trajtuar këto tema nga xhallarët, njohësit e kësaj çështje, dhe pastaj edhe për detajet e caktuara më interesu. Për shembull, ekziston një trajtim që i përgjithshëm për edukimin e fëmijëve, Pastaj në kuadër të këtij procesi ka çështje përjashtuese. Për shembull, si me eduku një fëmijë që është ndikuar nga dilemat e caktuara. Ka mund të fëmijë, mund të jetë 8 vjeçar, 9 vjeçar, ka dilema në besim. I ka dëgjuar dikon, ka lexuar dikon, ka në shkollë. Si me i të këtë tema? Si me u bë fëmijët të dashur Allahun e Madhnuar? Si me dashur fëmijëm Zotin te Bareku Teala? Si me u bë të dashur obligime fetare që kur rritet me i fal me zell kështu më radhë? Kisha këto pyetje që duhet me edukim ti përgjigjemi. Për shembull, ka problem një fëmijë, për shembull, mund të jetë brutal, arrogant, si me trajtu. Kjo çështë pastaj që ka të bëjë pak edhe me aspektin psikologjik e social kështu më radhë. Ne duhet të them që është një temë komplekse, nuk është bashkë ashtu e thjeshtë. Po unë që në esencë tek edukimi i fëmijëve duhet me pas parasysh, po them kushtimisht 3 çështje kryesore. 3 çështje kryesore. E para të mësojmë se çka është jeta në këtë dunjë. Pse në ardhmë në këtë dunjë. Ata duhet më rrit me kuptimin e drejtë të rolit që e kanë dhe qëllimit pse janë këtu. Jo më u shpjegu me argumente edhe me debate sikurse kupton njëri, por me nivelin tyre të kuptimit. Çështja e dytë është se begatit edhe mirësi që i gëzojmë dunja janë nga Allahu Azza wa Jall. Duhet me ditë se gjithçka është e Zotit, ne jemi shfrytzues. Dhe kjo pastaj e ngjall taj kush e ngjall tek ai falërimin dhe mirënjohjen e Allahut te Bareku Teala. Duhet me eduku në mirënjohje, falërim ndaj Zotit, pastaj ndaj tjerëve. Me mësu me qenë mirënjohës ndaj mësuesit, ndaj komshive që ka diçka, me qenë ndaj prindëve, ndaj të afërmve, me qenë mirënjohës dhe falëndërues. Ndaj shokëve vet, shoqeve, me qenë mirënjohës apo mirënjohëse dhe falëndërues. Jo përbozës dhe injorues. Qase falërimi e mëson që pastaj më ndërtu që duhet njëtë. Dhe çështja e tretë që duhet me eduku fëmijën me pas parasysh në këtë aspekt është, domethënë,
pas thash qëllimit edhe besimit në Zotin, pastaj edhe vlerësimit të begative dhe falenderimit, është edhe me mësu, domethënë si me komuniku me të tjerët, si me komuniku në çfarë aspekti, si me komuniku me njerëzit që kanë, si me komuniku me ata që nuk kanë, si me komuniku me ata që din, me ata që nuk din, në çështë një kollodi kategori. Domthon me ditë me e vlerësu dhe me respektu djetarin dhe dish me mësuesin, me ditë me e mshiru më të voglin, të padijshmin, me ditë për shembull me e çajt halli me diken, do me mësuat aspektin social, me ndërtu tek ai një aspekt të rëndësishëm social që din me komuniku me botën e jashtme. Din kënë ka shok, din me kënë du të me nejt, din kush është për me kënë një ofert, din kënë du me majtë në larësi, këtë me rëndësi. Nëse shpesh herë domthon dështimi i ndërtimit social tek fëmiu e bën të hapur për ndikim të çdo kujt. Duhet me imunizu, duhet me e socializu duke qenë i imunizuar. Por jo socializim pa imunitet. Jo socializim pa njohje, pa shenja në rrugë, jo kështu. Nëse këtu pa dyshim që ja hupin orientimin në jetë. Këtu më nëmi përmbledh shkurtimi si përgjigje, se ka shumë tjera që mund të përmena dhe ka pa dyshim të rëndësishme, por mendoj që këtu e më rëndësin nga se këtu e mësojnë edhe me Zotin që me konë, edhe me vendin e vetë popullin, me tjashtëmën, por edhe begati që i gëzon me di që me i vlerësu edhe me i përdor dhe me i funksionizu si duhet. Nësa tjera të jenë pa dyshim tema që kanë ujë mutetu shumë më gjatë. Kanë ardhur edhe domthon gjitha këto që kanë ardhur këtu, të të shikoj që në pyetje që nuk jam vëllai pyetje thjeshta, në kuptim me thonë po ju, për namazin me xhamat, do të sërim gat çish me buketën, çish me prezantuar për derse, do të sërim gat. Ti që kanë për shembull ky vëllau që e përmani çështjen e qëndrimit në vend ku ka alkool, o çështja e grurit ka diskutime, por këto po i loj inshallah për ndonjë takim tjetër të ardhshëm, ku kena mundësi më detajisht do më trajtu, por veç gjysmë minuti këtij vëllau që rrin ka probleme nejt, do ndërum, unë e di që ti një është keq. Mirë po, nëse të ka thirrë dikush punu të ai, edhe nëse besimtar, zbot nomi pse 5 minuta pse rrin në tavolinë spi alkool, pse me pi. Nëse dhe të fal, po unë musliman spi alkool. Edhe nuk moj me në tavolinë ku ka alkool. Nëse sa respekton që kaq, pse dush mundi keq ti mu çupja tavolina. Ne atë mundi keq kur dikush na respekton, ne s'punem na me respekt që duhet. Kjo do të më dhar keq. Po më respekton, s'putem ja kry. Dikush nuk të respekton epshet e tij, lakmin e vet, du me pijun, vazhdo tutje pa mu. Dhe kaq. Mendoj që ka ardhur do çështje nuk bën më marr kaq me gjeshmëri të madhe. Njerëzit e kanë të drejtën e vet. Okej. Unë kam dhe me piqot, po më piq ka dush, unë s'pëtanoli, në kuptim fizik, unë se kape edhe me ta derdhë. Nërga saj, është qështje jotja, përrem joti, pije, edhe unë e vendosi ku rri edhe me ka rri. Shumë drejt, ti drejtën tonë, drejtën tem. O dhe menet me mu du të me respektu. Për shumë na menet me dikane me thonë që o da ma si unë pa uzën përshej pa Koran për ngaj. O të Allah, tash, unë s'pëm gotë Koran. Qëka i thëmë me muslimanët? Vërdo vëllai, nga Kurani pse çka gale. Jo, na respektoj tjetër, mos nga Kurani ku shkon të shtëpia. A kupton që edhe na, domthon jena të ndërgjegjshëm të kujdesshëm kur rrim me dikan, normale kjo punë. Mos të shot ashtu hoxhën edhe nga ligjërat, a ki pauzë gjysore, po. A jena të ngurbuk. Ju po bëni mohabet, unë jam të guni ders. Mos të bëni çështot. Kur je bashkë me njerëzit, fol me ta rrit dersën nga më vonë. Në ti hik dur për t'i shkafit që është në përputhje me ambientin dhe me klimën. A ma i për një gotë alkohol, të këmëni 5 minuta, 10 minuta, asë më bënë sabër, Allah edhe ti, ka dojë që më falë po asë nësë rri këto. Nuk banë me lejnë të unin ku ka alkohol. Kjo është esenca, kjo është baza. është përjashtimit e caktuar me situatat e veçanta, s'po flas për to, se nuk dihet në çfarë situata gjendet larg asaj. Në çfarë po më nei midisi mund me kona që nuk po du me hi në përjashtime, po në esencë pejgamberi ka ndalu edhe ka thonë që mos më nejt në një tavolinë ku sillet alkooli, ku pini alkool. Shumë qartë. Në një tavolinë e ngushtë 4-5 vjet, edhe aty sillet alkooli, pin. Njëri me pi ballë apo. Ne më alkooli është punë e qartë valla. Na mos të më diet pozicionin për alkoolin, nuk e pina. As nuk e blena, as nuk e shesëm. Kaq
as nuk e bartëm, as nuk e marojna, pa as nuk rrim ku pijet. Ne kena bojkot me alkoolin, bojkot në çdo aspekt. Kaq. E jo, po të spepin, po unë s'e kam më pi. A më kupton? Dikur më bëj këtë absurde, se pak e zgjata, po përfundoj. Dikur më bëj këtë absurde. Që shembull. Për shembull, nëse thot ai, vallon fali, po ne kom vogë me pi të drogë që topën. Dikur po droga është ndaluar, nëse alkooli. Po neve si musliman njëjtë. Po para ligjit bën dallime. Droga është më e keqe, ata e vlerësojnë. Drogën e vlerësojnë se është ndaluar, më e keqe, njëkët penalisht njëri për drogë. Por alkooli nuk njëkët penalisht. Kjo çështje ka të bëjë me ligjin. Po neve si musliman, në raport me fjalën e Allahut te barekuta që na mësu, alkooli e droga janë njëjtë. Na s'kem dallim. S'kem dallim. Ndaj don kur të bësh shëmbë drogës, po bësh shëmbë nga perspektiva e kuptimit tim. Unë e perceptoj alkoolin si drogë, njëjtë. Bëjmë nuk më i keq se droga. Ndaj të ndonëse Hënqyre që na në kuptimet tona respektoj vëllai, as po ta imponoj, as po ta tyroj kurrë. Nëse do merret me mua 5 minuta, 10, 15 minuta, mos e shumë bëj sa pa pyun. Okej, unë vetë shkoj në çështje për jashtë dhe kur puna, ecëm tutje. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, na përmirësoj gjendjen, edhe na ruaj Allah nga droga, alkooli e punë të këqija. Ne mësoj që punojmë pastër, të fitojmë pastër, edhe të ndihmojmë që na ka mësuar Allah dhe pejgamberi. Kërkoj falje për këto pyetjet e gjata që kanë për më shumë pak trajtime dhe sqarime pak më tepër, por besoj që në takimet e ardhshme do të mund të japim përgjigje inshallah bi dhe Zoti shpëlbeft. Me kaq personat, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira. Zoti rujt, selam aleikum wa rahmatullah.